yakfal nas. Thënë, ky është muaj Shaban pra ka fjala, që shumica e njerëzve neglizhojnë, nuk ja dhënë rëndësinë ose harrojnë. Dhe të flasim për sa i përket muajit Shaban, të mirat e muajit Shaban, çfarë veçanta ka ky muaj, duke u bazuar normal në argumente në hadithe të sakta të profetit alayhi salatu wassalam. Unë do ta filloj me një hadith faktikisht që është i transmetuar prej Zeidit radiallahu anhu, i cili hadith që është i përmend e ka saksu faktikisht Albani, është hadith i sakt, që flet për muajin Shaban. Zeidi radiallahu anhu e ka pyet profetin Usama bin Zeid, e ka pyet profetin alayhi salatu wassalam dhe i ka thënë: Ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit, lam arak tasum shahran min shuhur ma tasum min Shaban. Zeidi Usama bin Zeid radiallahu anhu ka pyet, ka thënë: Ja Rasulullah, po të shikoj që po agjeron me komentin e hadithit, po të shikoj që po agjeron shumë muajin Shaban. Do të thonë e kanë vure profetin alayhi salatu wassalam që muajin Shaban po agjeron tepër. Dhe kanë ndesh ta dinë pse profeti alayhi salatu wassalam po agjeron shumë në muajin Shaban. Profeti alayhi salatu wassalam ka thënë përgjigjen, si u ka përgjigj profeti alayhi salatu wassalam, ka thënë: "Dhalika shahr." Ky është muaj yakfal nas. Do thënë ky është muaji Shaban pra ka fjala, që shumica e njerëzve neglizhojnë, nuk ja dhënë rëndësinë ose harrojnë. Dhe këtë muaj, thot profeti alayhi salatu wassalam, ngrehen punët të Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Muajin Shaban ngrehen punët të Allahu subhanahu azza wa xal, dhe thot profeti alayhi salatu wassalam, dhe unë du që punët e mia kur të ngrehen punët e mia, pra të jem agjerueshëm. Pra, mbas hadithit profetit alayhi salatu wassalam, kuptojmë rëndësinë e muajit Shaban, që muaji Shaban është për atyre muajve që ngrehen punët të Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Diçka duhet ta dimë që punët tona te i Madhi Zot ngrehen ditore, javore dhe vjetore. Pra, ditore, kur themi ditore, ka transmetime, që Sahih Buhari e keni hadith profetit alayhi salatu wassalam, që tregon që punët ditore ngrehen mbas çdo namazit të qindis dhe në vaktin e sabahut, domethënë mëngjesit, vaktin e namazit sabahit, të janë që ngrehen ditore. Kemi punë që ngrehen javore, hanë edhe tente mbas transmetimeve, haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, dhe vjetore mbas hadithit që tregon që muajin Shaban ngrehen punët e Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Mi pa ai që është subhanallah, që është shumë interesante është që profeti alayhi salatu wassalam ka qenë i kujdesshëm që kur të ngrehen punët e Allahut subhanahu xhalla xhelalu, ajo kohë që ngrehen punët e Allahut subhanahu xhalla xhelalu, të jetë agjerueshëm. Po çikosh të han tente, ne dimë që ka hadithe transmetime të profetit alayhi salatu wassalam që profeti alayhi salatu wassalam ka agjënu çdo të hanë edhe tente. Të hanë edhe tente. Dhe kur e kanë pyet profetin alayhi salatu wassalam pse agjeron të hanë edhe tente, ja ka dhënë të njëjtën përgjigje profeti alayhi salatu wassalam, sepse thot ngrehen punët e Allahut subhanahu xhalla xhelalu dhe unë duhet të jem agjerueshëm. Pra e ka veçuar agjerimin, momenti që ngrehen punët e Allahut azza wa xal, e ka veçuar agjerimin profeti alayhi salatu wassalam, normal atë rëndësinë vet që ka dhe peshën që ka agjerimi prej ibadeteve tjera. Pra, mbas hadithit profetit alayhi salatu wassalam, kuptojmë që muaji Shaban është i veçantë sepse ngrehen punët te i Madhi Zot xhalla xhelalu. Pra ngrehen veprat tona, ngrehet punët tona te i Madhi Zot xhalla xhelalu. Gjithashtu pra kemi edhe transmetime tjera, hadithe tjera të sakta që vërtetojnë që ka transmetuar për Aishës radhiyallahu anha, e cila thot në një hadith që profeti alayhi salatu wassalam më shumë që ka agjëruar për këtë muajve është muaji Shaban, është muaji Shaban. Pra muaji Shaban gjithashtu veçohet edhe në agjerimin e shumtë të ditëve të muajit Shaban. Pra mbas hadithit profetit alayhi salatu wassalam, kuptojmë që gjysma e muajit Shaban Allahu subhanahu xhalla xhelalu i falen gjithë njerëzit përveç dy grupe njerëzish që i Madhi Zot xhalla xhelalu nuk i falen, ato që bëjnë ortak Allahut dhe ato që kanë probleme me njerëzit, që nuk flasin me njerëzit, që bëjnë problemet nga më të ndryshme, armiqësi nga më të ndryshme,
këto njerëz nuk i falen Allahu subhanahu xhelle xhelalu derisa ti lek do vepra. Vjen pyetja edhe tani, pse profeti alayhis salam ka agjëruar shumë? Kush është urtësia në muajin Shaban? Ne tregum pas hadithit që ngrehen punët të Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Dietarët kanë edhe mendime tjera, sepse muaji Shaban është muaj përpara muajit Ramazan. Dhe normal njeriu e ushtron vetvetin e tij në agjerim që kur të hyjë në Ramazan, të hyjë që trupi është i ushtruar me agjerim. Si puna për shembull që ato persona që merren me sport. Personat të cilët merren me sport nuk hyjnë me njëherë në ring ose nuk hyjnë me njëherë në fush përpara se të bëjnë stërvitje. Kështu që është edhe puna e agjerimit. Njeriu duhet t'i bëj të agjeroj para Ramazanit, për arsye se kur të hyn Ramazan, trupi yt është mësuar dhe nuk ke problem në agjerim. Sa njerëz për shembull thonë në fillim të Ramazanit ndoshta nuk kanë agjeruar një vit dhe kur hyn Ramazani në fillim ditët e para të Ramazanit ose javën e parë të Ramazanit e kanë problem me agjeru. Kanë problem dhe e kanë rënd. Pse? Sepse trupi nuk është mësuar. Nga gjysma e Ramazanit dhe andej mas gjysmës vetë sa jam mësuar thotë tjetër për herë Ramazan nuk e kanë problem. Gjithashtu agjeroj muajin Shaban, sepse subhanallahu dietarët e kanë lidhur edhe diçka tjetër, thotë sikur Ramazani është farz dhe ka ato synetet përpara dhe synetet mas, synetet domethënë muajin Shaban dhe synetet mas Ramazanit që janë 6 ditët e Shevalit, mbas për hadithit profetit alayhi salatu wasalam, i cili thotë kush agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë, sikur ka agjeruar gjithë vitin. Allahu Teala e di më së miri.